E qartë. Mirë, janë përfunduar gjitha ndeshjet e para të fazës së grupeve. Kush ka impresionuar më tepër dhe cili ishte ai lojtari që do të evidentoje për performancën që ka pasur në të gjitha grupet? Shiko, më kanë surprizuar në një farë mënyrë, po e them kështu, skuadrat e vogla përgjithësi me lojën që kanë krijuar, por pa diskutim më ka konfirmuar Maroku që do të jetë një përfaqësuese që nuk do të jetë kockë fort për askënd dhe mund të shkojë sërish shumë larg si shkoi 4 vite më parë. Senegali po ashtu më bindi me Francën, ishte një përfaqësuese që janë dhiu jetën francezëve, janë të paktën kampionët në fuqi të Kupës Afrikës në fush, edhe pse në letra e mori Maroku, pra janë dy përfaqësueset që mendoj që mund të vazhdojnë të bëjnë surpriza të mëdha. Norvegjia gjithashtu pati një paraqitje të mirë, edhe pse ishte testi i parë vetëm me Tunizinë, nuk është se ishte në një test aq shumë serioz. Pastaj, nëse do ndalim tek individi, pa diskutim Lionel Messi. Mendoja që luan në Amerikë, mendoja që kishte ulur nivelin, mosha e madhe gjithashtu, por i shënoi 3 gola Algjerisë dhe duket sikur do të jetë prapa ai që merr për dorë Argentinën, sepse Argentina tashmë ka si Nico Paz në mesfush, ka Enzon, ka në sum Lautaro Martinez dhe shumë tjerë, por i falet përsëri Leo Messi, i cili shënoi 2 super gola me Algjerinë dhe një gol tjetër duke ndjekur aksionin dhe duke treguar se ka uri akoma, kështu që deri tani patëm fazën e parë Messi është ai që çuditi më shumë me performancë të mirë, ndërsa te skuadrat pothuajse gjithë ekipet e vogla kanë bërë mjaft mirë dhe kanë surprizuar mendoj unë.